Në futboll, beslytni dhe ritualet janë pjesë e rëndësishme e përgatitjes psikologjike të shumë lojtarëve. Disa nga këto zakone janë të njohura për të gjithë dhe ndonjëherë duken të çuditshme, por për lojtarët janë të domosdoshme për të ndjerë siguri dhe përqendrim para çdo ndeshje. Gary Neville dhe udhëtimi në tualet. Gary Neville është i njohur për ritualin e tij të çuditshëm para ndeshjeve. Ai gjithmonë shkonte në tualet për disa minuta për të përgatitur mendërisht vetëm për sfidën që e priste. Johan Cruyff dhe shuplaka në stomak. Johan Cruyff kishte një ritual të veçantë. Para çdo ndeshje ai e godisës lehtësisht stomakun e tij me dorë. Ky zakon ishte për të siguruar që trupi i tij ishte gati për të dhënë gjithçka në fushë. Lauren Blanc dhe puthja e portierit. Lauren Blanc kishte një zakon të veçantë që e bëri atë shumë të njohur. Gjithmonë puthte portierin para ndeshjes. Ai besonte se kjo krijonte një lidhje të fortë besimi mes mbrojtësve dhe portierit. John Terry dhe përdorimi i tualetit të caktuar. John Terry kishte një zakon të veçantë pas çdo ndeshjeje. Ai përdorte një tualet të caktuar në stadiumin e Chelsea. Ky ritual i ndihmonte të qetësohej dhe të relaksohej pas lojës. Lionel Messi dhe hapat e përsëritur. Lionel Messi ka një ritual të veçantë para çdo ndeshje. Ai hyn në fushë gjithmonë me këmbën e djathtë dhe gjithmonë prek tokën para se të fillojë loja. Ky zakon e ndihmon të fokusohet dhe të jetë gati për të luajtur. David Beckham dhe këpucët e fatit. David Beckham gjithmonë vishte të njëjta këpucë për ndeshjet më të rëndësishme. Ai besonte se këpucët që përdorte para çdo ndeshje të rëndësishme i sillnin fat. Rafa Benitez dhe ushqimi para ndeshjeve. Trajneri Rafa Benitez gjithmonë hante një bukë të vogël dhe një banane. Ky zakon e ndihmonte të përgatitej psikologjikisht për ndeshjen dhe kishte energji për të udhëhequr skuadrën.